Zëvendës kryeministri dhe njëherët edhe njëri ndër krerët e Vlenit Izet Mexhiti tha se Vleni është duke shqyrtuar mundësinë që të shkrihet në një parti, ndërsa kreu i ASH-s Arben Taravari ju dëshiron suksese, pasi edhe pse është pjesë e koalicionit Vlen. Ai tha se nuk i është bërë një ftesë e tillë. Mexhiti deklaroi se koalicioni Vlen është një antipod i BDI-s dhe nuk ka logjik bashkëpunimi me ta, ndërsa shtoi se i vetmi i cili ka dilema është Taravari, i cili sipas tij duhet të sqarojë me opinionin se nuk mundesh edhe të jesh pjesë e Vlenit edhe të bashkëpunosh me BDI-n. Në atë moment që bashkëpunohet me BDI-n, pra humb kuptimin e ndryshimit, humb kuptimin e asaj për të cilën e kemi kërkuar votën. Ne si subjekte brenda Vlenit po shqyrtojmë mundësinë këto ditë pra që Vleni prapë ta ndëgjojmë të votuesin shqiptar, sepse në kaluarën ka kërkuar unifikimin e opozitës shqiptare, tash kërkon që subjektet të shkrihen në kuadër të Vlenit dhe besoj që së shpejti brenda javës do ketë edhe iniciativë pra për Vlenit të jetë një opcion. Ndërkaq, kryetari i ASH-s Arben Taravari tha se ai gëzohet që LD, Besa, Alternativa dhe Vetvendosja kanë vendosur që të shkrihen në një parti, ndërsa shtoi se ASH do të mbesë si subjekt që do të tentojë të bashkëpunojë me ta. Deri te ne s'ka erdhur ashtu ftesë, nëse vin do ta shqyrtojmë, jemi miq, jemi shok dhe asgjë diskutoj që mund të hapim edhe atë temë, po për momentin gëzohem që këto janë dakorduesi tre partitë, vërtet më gëzon si fakt. Megjithatë, Taravari tha se nuk kanë bashkëpunim me BDI-n dhe se në momentin kur do të ketë do të jetë publikisht. Ne nuk fshehim me asnjë që bashkëpunojmë. E kam thënë publikisht se nuk i iki asnjë bashkëpunimi. Tash për tash jemi pjesë e Vlenit, derisa ato nuk e bëjmë Vlen me 4 parti. Ne atëherë e shqyrtojmë nëse ka ofertë për ne, nëse s'ka, kemi grup parlamentar 5 deputet, e vazhdojmë veprimtarinë tonë, tha Taravari.